Në 11 shtator 2025, asistentja virtuale e e-Albania Diella mori një detyrë të re, atë të ministres së parë të krijuar me inteligjencë artificiale, por për këtë detyrë, aktori Anila Bisha, që kishte pranuar që imazhi i saj të përdorej për avatarin e platformës e-Albania, nuk është pyetur. Me këtë pretendim, artistja dorëzoi pak ditë më parë në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë një kërkesë procedurale për marrjen e masës së sigurimit të padis. Aktoria ka reaguar për herë të parë për Deutsche Welle, ku shprehet se ndihet e cënuar në imazh. Ishte diçka shumë e rëndë sa i përket imazhit tim. Gjërat filluan të përdoreshin ndryshe. Kjo është një kaos shumë e rëndësishme. Mund t'i ndodhe edhe ndonjë kolegu tim dhe një njeriu të panjohur. Është shumë e rrezikshme. Jam person publik. Kam krijuar një emër shumë të bukur. Publiku më donte shumë. Dua s'dua një pjesë që nuk do kryeministrin. Më urren edhe mua, pa pasur asnjë lloj lidhjeje, shprehet ajo për Deutsche Welle. Sipas mbrojtjes nga përdorimi i paautorizuar i të dhënave personale, Anila Bishës i është shkaktuar një dëm i madh, i menjëhershëm dhe i pakthyeshëm.